meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Me emrin e Allahu xhaleshanuhu çelim këtë mexhlis edhe tubimin ton, tubimin e bekat dhe të hajrit. E pa dyshim me emrin e Zotit fillohet çdo punë e mirë dhe me emrin e Zotit ka begatinë dhe mirësinë e saj të plotë dhe të pritshme. Falënderimet janë për Allahun, paqja dhe bekimet e Zotit janë për profetin tonë dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij dhe për gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Vëllezër nderuar, dikush kur don të nisë një punë, duhet që të parapërgatitet për atë punë që në momentin që starton të jetë gati. Aq më tepër për ajo punë që do nisi është shumë e rëndësishme. Për ta afruar çik shembullin. Kur lojtarët hyjnë në lojë, me një lojë futbolli, nuk rrin aty në stol edhe kur ti thot ai trajneri apo arbitri futu, edhe futet se do të çare por 20 minuta sa të nxehet një herë dhe mbaroj loja akoma nuk është nxehtë. Por se rrin gjatë gjithë kohës në nxemje para se më fut në lojë. Neve këtë nuk e morim shembullin nga lojtarët edhe as nga loja e futbollit, ne e morim shembullin nga njerëzit e mirë, nga profeti alayhi salatu wassalam, nga shokët e profetit radhiyallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me ta. E marrim shembullin nga njerëzit e devotshëm, tabiinët dhe njerëzit dietarët e Islamit, të cilët na kanë mësuar se kur don njeriu të hyjë në namaz, duhet që para namazit të fillojë të përgatitet për namazin. Madje qysh kur del nga shtëpia e tij, që niset për në xhami, që në atë moment me qetësi, me përqendrim, duke përmend Allahun xhaleshanu, ulet në xhami, pastaj përmend Zotin, bën dua, lutje. Dhe ne e dim shumë mirë që ai i cili përgatitet për namaz është njësoj sikur është namaz, sipas haditheve të profetit alayhi salatu wasalam. Po kështu edhe ky muaj begat, muaji Ramazanit, i cili nuk ka mbetur vetëm se pak ditë, dhe ja ku erdhi ditën e hënë, me lejen e Allahut xhaleshanu dash Zotin e do jemi agjërush. Ditën e diel do të falim namazin e teravih, do startojmë, nuk ka më kohë vëllezër, edhe motra muslimane, nuk ka më kohë. Erdhi Ramazani. Çfarë kemi bërë ne për Ramazanin? Njerëzit e parë, njerëzit e dijshëm, na mësuan ne që njeriu me Ramazanin, pra me përjetimet e Ramazanit, jeton 6 muaj pas Ramazanit dhe 6 muaj tjerë jeton me ndjenjen që inshallah po arrim Ramazanin dhe të kapim mirësitë e këtij muaji të madh. Pra gjithë viti shkon lidhje me Ramazanin. Neve aq devotshëm nuk jemi sa që të rrim gjithë vitin me Ramazanin. Po të paktën një farë kohë duhet që të fillojmë të përgatitemi shpirtërisht që kur të fillojë ky muaj, inshallah të na përfshi Zoti me mirësinë dhe me begatinë e tij. Që mos hajmë më shumë kohë, me lejen e Allahut xhaleshanu. Kemi sot të ftuar vllajën ton, kolegun tim, imamin e xhamisë Tabakëve, Zoti e nderoftë dhe Zoti është përbleft që ju përgjigj ftesës tonë për të na folur për temën mirë se vjen mik i dashur. Miku, domethënë bëhet fjalë për muajin e Ramazanit, për këtë mik të shtrenjtë dhe për këtë mik begat. Zoti është përbleft dhe e lut Allahun xhaleshanu që siç jemi të gjithë përfitojmë nga fjalët që do thuhen. Gjithashtu përfitojmë edhe ditën që do dalim para Zotit me falje mëkatesh edhe me shpërblime pafund. Zoti ju nderoftë. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamut taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Zot i qofshim fal me falenderimet më të përzemërta dhe më të sinqerta që i takojnë madhështisë tij.
Përshëndetje të sinqerta mbi Muhammed Mustafan alayhis salatu wassalam, profetin e madh që pa kjo sipërfaqe e tokës, profetin më të madh që pa historia njerëzore dhe shembullin më të bukur dhe më të këndshëm që mund të shkojë njeriu në rrugën e tij, gjithmonë me qëllimin për të shkuar i madh i Zot, edhe për të arritur gradat e larta të devotshmërisë. Dhe mirësia dhe begatia e fuqiplotit qoftë me gjithë njerëzit e mirë, deri në kiamet, dhe dihet vëllezër, ndoshta ka dhe motra të nderuara, që njerëzit më të bekuar dhe më të mirë që i fitojnë jetën e kësaj bote dhe botës tjetër janë njerëzit e mirë, që kanë besuar të madhin Zot edhe që bëjnë vepra të mira. Siç e dha dhe vëlla Bilali, do ta kishte zgjatë edhe pak. Elhamdulillah, thash po thotë kulu ma testemiun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisarin muslimin me mbyll, edhe elhamdulillah pastaj Allahu ja shpërbleft që e hapis edhe mua më frymëzoi për fjalën, po sot do ta bëjmë në formë bashkëpunimi, do të thonë bashkëbisedimi, do rakordojmë çik që të bëhet pak më e kuptueshme, të bëhet pak më e qetë, edhe ato minuta që do kalojmë bashkë, inshallah ti kemi sa më të begatshme. Tregohet të nderuar pjesëmarrës që jeni sot në xhami, ju begatofti i madh i Zot, se Ademi alayhis salam kur bëri gabimin në xhenet u prek shumë se i madhi Zot e kishte kriju me dorën e vet, kështu thuhet në Kur'an. Se si, vetëm ai e din. Po teksti vjen që e ka kriju i madhi Zot me dorën e vet. Zoti shikon, po jo si ne, ka dorë, po jo si ne, siç i përket madhështisë dhe plot fuqishmërisë tij. E dyta nder të madh që i bëri Ademit alayhis salam ishte që i tha engjëve bjerini në sejdë për respekt Ademit alayhis salam. Imagjinoje çfarë krenarie, çfarë vlere, çfarë lartësimi arriti Ademi alayhis salam. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Tha kur ta përsos dhe t'i jap shpirt Ademit, i dha engjëve bjeri Xhebrailit dhe elitës lart bjerini në sejdë Ademit. Imagjino nga fama që mori Ademi alayhis salam deri këtu. Ademi alayhis salam pastaj bën gabimin, bën gjinafin, dhe u pendu shumë. Biles komentuesit e Kuranit thonë që me vite shpreh dhe her pas here qante derisa ta dëgjonte nga i madhi Zot që të kam fal. Dhe i than bashkë me Hawan, bashkë me bashkëshorten e tij, Rabbena zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. I madhi Zot bashkë me bashkëshorten, një zëri, të penduar ke i madhi Allah. Tha nëse s'na fal dhe nuk na mëshiron, ne u shkatrum si njerëz. Dhe Zoti i fali. Tani i ditë Ademi alayhis salam mendoi i mran engjëjt në sejdë. Më krijoi i madhi Zot vet. Jam njeriu i pari i njerëzimit. Qesh me famë të madhe, shmu desh që e bona gjinafin, në kështë pa i madhi Zot me gjithat, a në ndodhë neve gjithmonë vëllezër, jemi mirë, elhamdulillah, na ka pa i madhi Zot, vetëm kur rëshket këmba bona i gjinaf, thu, po unë çdesha, i kisha gjithat mirat e Zotit, nuk është se ka ndodhë me ty, kjo ka ndodhë që me të parin që ta kuptojmë neve që herë pas here njeriu bjen me në i grop gjinafi. Dhe qa meraku kishte, kjo është interesant dhe në fakt, i thot i ditët madhi Zot, Ademi alayhis salam, tha i madhi Zot, tha o robim të kam fal, merakun që ke pas e hoqe, unë të fal aty gjithë gjinave dhe je prap i mëshirum dhe i fal. Tha i madhi Zot kam i merak tjetër. I thot fol Zot i gjithësisë. Tha i madhi Zot, a i kam raportet unë me ty si që kam pas para gjinafit. Do me thënë, a që i lartësu mishte dhe a që shumë i kështë edhon i madhi Zot, sa tani e kishte hallin që a jam unë po ke i madhi Zot ashtu me famë si qisha, i lartësum, i begatum, i mëshirum dhe i falë totalisht, apo vetëm ka falë, ka mëshiru dhe kaq. Dhe i madhi Zot i tregoj Ademit alayhis salam që e ka falë totalisht, e ka mëshiru, do e qoj prapë në xhenet, dhe profeti alayhis salam natën e Mirajit e ka taku në qiellin e dynjas, dhe gjithë shpirtrat rrotullohen rreth tij, djathët janë ato që janë djathë janë për në xhenet, dhe profeti alayhis salam e ka parë që kur i shikonte ato buzëqeshte, dhe kur i shikonte ato zjarrit xhenemit qante. Edhe ja shpjegoi Xhebrail Emini që
qeshet sepse do shkojnë ato në xhenet dhe inshallah ne jemi nga ato, dhe qanë sepse tjerët janë për zjarr xhenemit, nëse durojmë do të zjarrin për pak sekonda. E thash kët vlla i begat që jenë xhami dhe motra muslimane të nderuara, e thash vetëm për i fakt që neve na ka ardhur tashmë miku i nderuar që quhet Ramazan me i kriju prap raportet e mira me të madhin Zot. A jemi largu? Po jemi largu pra 11 muaj. Që një person që më thot këtu në xhami apo kudo 2 miliard që janë musliman dhe thot e di si është problemi, un kam qenë si në Ramazani që kaloi, ka gënjy. Ka gënjy se 11 muaj janë të lidhur shejtant. 11 muaj nuk e agjërushëm 11 muaj siç janë muajin e Ramazanit. Nuk e lexon Kur'anin ai shumë, nuk i fal teravit siç i fal në Ramazan. Nuk lexon Kur'an 11 muaj tjera siç i kanë në Ramazan. Nuk është ajo atmosferë e bukur me namaz natë, me falje, me lot që derdhim ne sipas mundësisë gjithë secili. Dhe e thash këtë Ademit alayhis salam, vlla dhe motër ju begatofti madhi Zot, sepse neve për pak ditë në hënë inshallah, qofse në raport gjithmonë me parin e hënës, neve i madhi Allah do të na krijojë mundësitë, nëse kemi jetë deri në ditë, ti lidhim prapë raportet me të madhin Zot, ngrohta të mira, pasha të madhin Allah, pasha të madhin Zot. Nuk ka gjë më me vlerë se sa kjo. Njerëzit sot i japin vlerë çdo gjëje përveç saj, ato që s'kuptojnë. Kur'ani dhe profeti na tregojnë që kjo është gjëja më me vlerë. Çfarë kemi ne mundësi se duhet më shpjegoj se në Ramazan nuk hypen mars, jo as në hënë, se duket sikur në Ramazan. Jo, në Ramazan kemi vetëm i gjëne. Ne mund bëhemi më të mirë, kaq. Në Ramazan janë gjitha parametrat, të gjitha mundësitë që neve të bëhemi më të mirë. Çfarë do të thotë më u bë më i mirë? Më u bë besimtar më i mirë, do të thotë shtohen mirësitë e Zotit. Më u bë besimtar më i denj, do të thotë që të përfshihesh më shumë në mirësitë, në falje, në mëshirën, begatitë e sunduesit të madh gjithësisë. Ore, ne s'do të më pa veten si të vogël sa jemi në xhami. Është interesante shumë që krijesa më e lartë në univers, me ajet Kurani, është muslimani dhe muslimania që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Brenda këtyre më i miri është ai që është më i devotshëm. Neve jemi krijesë sipas Kuranit. Jemi krijesë shumë e lartë. Sipas prallave që tregojnë pastaj se s'ka ky univers krijuese me radhë, këto pastaj njeriu të kalojë ca pasione dhe të japi shpirt, si gjitha kafshët e tjera, si gjitha insektet, si gjitha shpendët pa vlerë. Kurse sipas Kuranit famlart, një njeri që beson të madhin Zot dhe mbush jetën me vepra të mira është krijesa më e lartë e kujt, jo e tokës, e universit, se i gjithë universi është nështruar për njeriu. Thot Kurani, inna Allahe ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Asnjëri nga ne, vëllezër, motra të nderuara, mos ta gënjej veten dhe thotë, di si është puna? Unë mund të harris ke Zoti edhe kështu, jo. Me mashtrime nuk arrit ke Zoti. Me intriga nuk arrit ke Zoti. Me çmir me zili nuk arrit ke Zoti. Pa namaz nuk shkon drejt ke Zoti. Pa agjerim nuk shkon ke Zoti. Pa zeqat nuk shkon rrugës Zotit. Duke e pas mundësi me shkun hash dhe nuk e bën, ke ngel mrapa në rrugën e Zotit. Qofse me babën nën nuk shkon ashtu siç duhet, ke ngel në klasë në besimin islam. Qofse nuk je i Zotit, ndërtosh i familje të shëndor që është bërthama shoqërisë, hasha lillah, po shohim sot burra me burra po na martohen, Zoti na fal. Është boj i rënd Islami sot kur shikojmë çuditëra. Por qofse të begaton i madhi Zot dhe ti krijon një themel të shëndosh njerëzor me vepra të mira, të ka begatu, të ka beku i madhi Zot. Kjo 11 muaj është e vështirë, muajin e Ramazanit është e lehtë. Edhe ne ndjem sa futmi në Ramazan lidhen ato të mallkumit, fillojmë kristalizohemi ne. Edhe ai që e ka pi, për shembull sa gjeron, ka pi 11 muaj alkool vetëm kur i shef sa që janë zbardh në fytyrë mëngjes, ndoshta edhe sa gjeron, sa agjerojnë, po ta shikosh, ai bëhet i fortë. Thuti ky ishte ai që 11 muaj ishte vetëm majtas djathtas, asnjëherë nuk e se drejt se pinte, po ai është. Janë lidh ato, është boj farburia, i zgjidhen ato prap 11 muaj aty është ke. Që do të thotë që është muaj i avantazheve, muaj i mirësive. Për Zotin që është një dhe një i vetëm, qofse në muajin e Ramazanit arrim që të bëhemi më të mirë, do të na begatojë i madhi Zot. A di çfarë ndodh në Ramazan? I madhi Zot fuqiplot shikon zemrat tona. Sipas pastërtisë që kanë ato, vjen mëshira, falja, begatia dhe mirësia. Ka thënë Abdullah ibn Mes'ud, hodhi vështrimin tokë, Zoti i gjithësisë, i qofshim fal, i gjithfuqishmi. Në atë kohë kur ishte profeti alayhis salam gjallë, dhe e pas zemrën më të pastër sipërfaqen e tokës, Muhammed Mustafan dhe e bëri profet. Kështu ka thënë Abdullah ibn Mes'ud, shoku i vet i afërt. Pastaj thot vështroi Zoti i gjithësisë zemrat e njerëzve të tjerë se me profetin e mylli. Dhe i pa thot zemrat më të pastra që ishin dhe ja bëri shok të tij.
Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Said ibn Amir, me radhë 10 përzujnë me xhenet me radhë fisnikët e mëdhej që ndihmuan në ngretën islamin me devotshmëri, me morale, me zgjuarësi, me mençuri, me vizion. Kto që Zoti ja bëri shok profetit alayhis salatu wassalam. Dhe e pa zemrën e kujt? Muhammed Mustafa. Çka kishte ajo? E pastër, e kristalt, si bora e bardhë. E pa si qumshi i bardhë. E pa as mirë, as zili, as mashtrim, as intrig, as thashethem, as përgojim. E pa e mbushur me mirësi. Dhe subhanallah al-azim, kur pa qëndronte në shpellën Hira, i dërgon kryengjëllin e madh që i kishte ardhur profetëve me radhë, ja dërgon me shpallin hyjnore. Dhe ja tha i 5 ajetet e para dhe profeti u trem për çastin. Se e beson të Zotin, kishte dalë për të meditu, për nuk dinte që Zoti mund dërgoj kryengjëllin Xhebrail, nuk dinte që ka pas libra të shenjtë dhe profet përpara. Dhe u trondit dhe kur shkoi në shtëpi, ishte duke u dridhë dhe e pa bashortja vet, fisnikja e madhe, femra e madhe Hatixha, Zoti qoftë i kënaq me të, dhe e pa bashortja vet, jo si gjithmonë, u dridhte nga frika. Dhe me zgjuarësi të madhe, nuk i foli, e mbuloi, e afroi dhe e la të qetësohet. Do të më elon tjetrin kur është i trondit, jo për çke dhe ne i mërzisi më shumë. Jo, leje për çastin derisa të qetësohet. Dhe kur i qetësoi tha, "Më thuaj çfarë ke?" Tha, "Jam friksu bashortja ime." Edhe ja tregoi. Dhe kur filloi duke ja tregu, prapë ishte i friksum. I tha, "Shikoje çështjen e të mirës." Tha, "Kella." Tha, "Jo. Ti friksohesh, kur mos i frikso." Pse? Sepse tha ti e mban lidhjet e farefisit. E don nën, e don babë, e don vlla, e don motër, e don fisin, i respekton. Tha ti i mban afër jetimin. Ti tha e respekton komshiun. Ti tha je i moralshëm. Dhe profeti po e shikonte drejt. Tha këto njerëz s'kishte ardhur akoma Islami. Këto njerëz, profeti po e shikonte, kishte nevojë për moral në atë çast, me ngjarjen e madhe që i kishte ndodhur me Xhebrail Eminin. Profeti po e shikonte, ajo i thot, "A i ke gjitha këto cilësi?" Tha, "Këto i kam." Tha, "Këto nuk i poshtron Zoti, këto njerëz që kanë këtë nivel." Pasha Zotin, pa ardhur Islami. E ke edhe në Shqipëri. Për shembull, ka qenë duke bëj aksident, tu bëj gjë, nuk e gjen gjë atë se është njeriu mirë. Është koncepti dhe si tradit, po Islami pastaj i dha platformën e madhe të kuptimit dhe të mendimit, ç'është besimi, ç'është vepra mirë, ç'është dita e gjykimit, ç'është xheneti, ç'është xhenemi, ç'është rruga e drejtë. Po gjithmonë njerëzimi e ka ditë. Dhe Hatixha doli dhe kur erdhi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, atë mbulesën që kishte e kishte heq, ishte ul dhe kishte marr fisnikërinë e profetit. Sepse në ato çaste i kishte ardhur Xhebrail Emini dhe i kishte thënë, "Ya ayyuhal muzammil, qumil layla ila qalila nisfahu inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Tha çau i madhi Zot, "Ajo muzammil", tha çau nga ajo që e mbuluar, se ishte mbuluar me batanien, se ishte i emocionuar. I tha Xhebrail Emini, "Çau se ti je i madh shumë për mirësinë që ke pas, do të bëj Zoti gjithësisë profet dhe falu. Kumi lejla ila qalila, falu natën se do t'japi Zoti fuqi të madhe shpirtërore dhe ne do të zbresim ty o Muhammed shpalljen hyjnore dhe fjalën e rëndë që quhet Islam." Allah Bilali si mund t'ja ketë shpreh Xhebrail Emini, subhanallahu al-azim, ato ajete madhështore që profetin e sollën dhe u qua për amanetin e madh profetik. Inshallah. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Allahu Jalla Jalaluhu në këto ajete që i zbriti profetit Muhammed alayhi salatu wassalam thot, "O ti i mbështjellë i mbuluar, siç ishte në frikë edhe në emocion profeti alayhi salatu wassalam. Ngriu edhe falu natën. Ngriu edhe falu natën, se Allahu Xhaleshanu të ka përzgjedhur ty, të ka dhënë mirësi të mëdha. E për mirësitë që të fali Allahu Xhaleshanu i madhi Zot, duhet që ta falenderosh Zotin
o vlla im, edhe motra ime, mendoje veten tata, nuk e shef veten në mirësinë dhe në begatinë e Allahu xhaleshanu. Shifi boj çik llogaritë tuaja veti. Mirësia më e madhe dhe begatia më e madhe për gjithë secilin prej nesh është që besojmë sot që jemi musliman. Sot ne jemi në xhami të Allahut xhaleshanu, mysafir të Allahut. Dikush tjetër mund të jetë me disko, dikush tjetër mund të jetë duke bëj pislik, dikush tjetër mund të jetë duke rënë qafë dikujt, dikush tjetër mund të jetë duke bëj plane se si të bëjnë ai zullum. Neve jemi këtu me fjalën e Allahut, duke përkujtuar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e mirësitë e begatitë e Allahut xhaleshanu zbresin mbi ne njëra pas tjetrës në ditën edhe natën tonë. A nuk duhet të bëjmë ne falënderime dhe të kemi njëri për Allahun xhaleshanu? Patjetër. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam i thot Allahu xhaleshanu një nga të veçantat që kanë qenë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, falu të gjithë natën vetëm se pak. Auzid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila, dhe kaloje natën, shtoje leximin e Kur'anit me fjalën e Allahu xhaleshanu, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ne po të zbresim ty o Muhammed një fjalë me peshë. Nuk është fjalë si gjithë fjalët e tjera, fjalë me peshë. Ja vlen që me këtë fjalë me kalon natën edhe ditën tënde. Nuk është roman që e lexon një herë, për zbyti, për streti dhe fillon të bëhet monoton, po sa më shumë ta lexosh aq më shumë të pëlqen edhe aq më shumë të rreqë dhe ta ndriçon zemrën, shpirtin edhe mendjen. Kjo është fjala e Allahu xhaleshanuhu, edhe ne duhet që të kemi raport të mirë, sidomos në këtë muaj që është muaji i Kur'anit, muaji Ramazan, në cilin zbriti fjala e Allahu xhaleshanuhu. Subhanallahu al-azim. Është e premtuar me vëlla dhe motër, nderofti madhi Zot, që kush e agjeron muajin e Ramazanit, kush ja jep hakun që meriton. Imagjinoni, njeriu ka merak për ushqimin, ka merak për pijen. Patjetër ai që është i martuar ka merak për bashortën. Imagjinoje se ç'bën muaji i Ramazanit, i xerron të gjitha këto dhe del Zoti i gjithësisë më pah në mënyrë të padiskutueshme. Ushqimi, pija, bashortja, fëmijët, shpesh herë njeriu në ngatrojnë, apo e bëjnë që të merret patjetër është obligim, po edhe hutojnë ndonjëherë. Kurse në muajin e Ramazanit i madhi Zot nuk don kështu. I madhi Zot në Ramazan për nga pesha e madhe që ka se ka zbrit Kurani famlar në të është nata e 4, i ka xerruar të gjitha i madhi Zot. Ushqimi, pija dhe bashortja janë nga halallet më të begatshme që ka njeriu. Në muajin e Ramazanit Zoti i xerron këto deri në akşam. Thot largoju ushqimit, largoju pijes, largoju bashortës, largoju fjalëve, largoju thashethemit, largoju fjalës keqe, largoju fjalës jo të moralshme. Po atëherë çfarë kërkon i madhi Zot? Thot kërkoj të ma ktheni qenien e juaj, Zotit ju i gjithë, ti përkushtohemi atij totalisht. Pastaj kërkoj nga ju që ta falni akşamin, ta hapni iftarin, pastaj kërkoj prap yacin, kërkoj teravi, pastaj kërkoj prap mëngjes të jeni agjërushëm, e kërkoj këtë ke ju për i muaj, po për Zotin vëlla dhe motër begatofti i madhi Zot, si mendove ti do ta bëjmë ne këtë për liwajhillah, për kënaqësinë e të madhit Zot dhe do vujmë pastaj s'mund ndodhi kjo. Kush e bën këtë me sinqeritet? Kush ja kushton qenien e tij drejt për drejtë dhe për ato që janë halalle që janë ndalu të madhit Zot, kur nuk mund të ndodhi që mas asaj ai të humbi. Kur nuk mund të ndodhi që mas asaj, nëse ka qenë i sinqert në Ramazan, mos të ketë mirësi. Kur nuk mund të ndodhi që të jetë i përkushtuar dhe Ar-Razak, furnizuesi. Një nga emrat e Zotit është Ar-Razak. I sahab në kohën e profetit bëri i gabim. Shif profetin në xhami ku është, vinte gjithmonë nuk e pa. Kaloi ditë, kalon dhe pyeste gjithmonë, i thanë është i smur, po smundja ka një kufi. Ku i thanë që është smur shumë dhe i tregoi një nga sahabët e tjerë që ishte bërë si zog, pra ishte dobësu fare. Ta subhanallahu, ta vizitojmë. Edhe i shkoi, siç mund të shkonte i profeti gjigant i madh për vizitë. Ai ka shpjeguar shpërblimet që ka i vizitë atij që është i smur. Kur shkoi, çfarë shikoi? Ai ishte dobësu, kishte rënë fare. Dhe profeti alayhis salam i bëri përshtypje dhe bëri llogarin, analizën. Kur bëri analizën, i dilte që diçka ka bërë ky. Dhe i tha, o robi i Zotit, çka ke bërë? Çka ka ndodhur me ty që je dobësu kështu, je smur kështu, je bërë si zog i dobët? Tha, se edhe feja është e ekuilibër, asnjëherë s'duhet kuptu keq. Tha, o i dërguar i Zotit, duke lexuar Kur'an, duke dëgjuar ty, u friksova shumë të madhit Zot për ditën që do të dal përpara tij. Tha, shumë mirë deri këtu. Por, tha, o i dërguar i Zotit, unë tha e bëra i lutje. Tha, çfarë i thet madhit Zot? I thash, i madhi Zot, vetëm mos më dënon ditë gjykimit, po le të ndodhi me mua çfarë det në këtë dynjë, më smuj, më bën çfarë dush. Tha, jo, ke bërë gabim. Kjo është koncepti i madh që ka feja jonë e dashur.
Nuk thot Islami që për të fituar xhenetin duhet të lesh këtë botë. Ka i koncept më gjigant se sa kjo, për të fituar xhenetin duhet të lesh të keqen e kësaj bote. Sa kjo është gjë e bukur shumë. Shumica njerëzve nuk e dinë, mendojnë që po u bëre musliman, po duhet hikesh me një mal, duhet futesh me një manastir, me një vend çuditshëm, kështu që ti jetë vetëm ti. Jo. I madhi Zot me këtë sistem të mrekullueshëm që quhet Islam, totalisht i pastër, totalisht i bukur, totalisht i këndshëm, totalisht brenda saj ti je i mençur, totalisht brenda saj ti je i sinqert, desh që të fitosh jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Sa herë falemi ne themi i madhi Zot na jep mirë të kësaj bote dhe të botës tjetër. Ky është i koncept gjigant i Islamit që ne duhet ta promovojmë më të madhe, se njerëzit mendojnë që të bëhesh musliman, bëhesh pak si naiv. Të bëhesh musliman, bëhesh si rob i çuditshëm. Jo, të bëhesh musliman fiton këtë botë, bëhesh musliman i vërtet fiton botën tjetër, të bëhesh musliman ashtu siç e kërkon Kurani famlar, je i pastër, je i bukur, je i këndshëm, je i mirë. Ky është Islami i vërtet. Me tekste të pafundme. Të bëhesh musliman i vërtet, po, je i mëshirshëm, je i dashur, je i paqshëm, je i moralshëm, je i mirë. Ky është Islami real. Hapi gjithë ajetet e Kuranit, shifi thëniet e profetit, drejt kësaj janë. I tha profeti, gabim ke bërë. Tha, pse i dërgumi Zotit? Ai mendoi se kishte bëj të mirë. Pse? Sepse tha, do t'i thëshë Zotit, i madhi Zot, më jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër dhe më ruaj nga zjarri i xhenemit. Dhe në këtë formë vjen Islami i bukur ke ne, me të mirësitë e kësaj bote edhe me mirësitë e botës tjetër. Mendove ti vlla dhe motër të begatofti madhi Zot që më agjiron në Ramazan me sakrifiku, po jo për Allahun, kuptim se Zoti s'ka nevojë për veten tënde për të bëmë i devotshëm, për të bëmë i durueshëm, për të përkujtuar ato që janë varfër, ato që janë nevojë, për të lidhur më shumë me Zotin tënd, do të lej madhi Zot jo. Thot Kurani, o dhakir, fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin, tha përkujtoj besimtarët se i bën shumë dobi përkujtimi. Zoti thot i krijoi njerëzit edhe xhindët për ta adhuruar atë, dhe në fund mbyllet ajeti inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Zoti është furnizuesi i vërtet dhe ai është Zoti i fuqisë madhe. Për Zotin do të na begatoj Zoti në të gjitha. Ai di çka ka i gjë. Mos mendo se mbaroi Ramazani kur dalesh ke dera xhamis do gjesh 1 milion euro aty. Jo. E kam thonë njerë për gjumaun, po jo juve s'ja u dhem se si u njof, pa xhamati për ta pak të ty i thash, me dalë ne me gjeti 1 milion euro, për gjumon tjetër gjysma vim xhami. E Zoti s'do me na bot dom, se nga herë ai trun ai shumë është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Nga herë prindi i keni vënë i jep fëmijës aq shumë sa e llaston dhe nesër hyn botë në drogës, në botë në të keqe. Zoti nuk i don të keqin besimtarit, i jep aq sa i duhet, i jep aq sa nuk i bën dom. Me pa i madhi Zot që ne përballojmë në i hap gjitha, po me në i hap gjitha kam frikë se na hyn dynja e ne harrojmë të madhin Zot. Dhe për këtë arsye thot inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Zoti thot është furnizuesi i madh, Zoti i fuqisë madhe. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Thot Zoti Kur'anin famlar, unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për qëllim më të madh se sa të madhurojnë mua. Njeriu jeton, përballet me vështirësi, përballet me ngjarje të ndryshme në jetë. Ka momente të lumtura, të bukura, ka momente edhe të vështira dhe sprova. Dhe nganjëherë humbet qëllimin. Allahu xhaleshanuhu thotë qëllimi më i madh është me njoftë Allahun xhaleshanuhu dhe me adhuru Allahun. Po si mendoni ju vëllezër, nëse Allahu xhaleshanu e vuri këtë si qëllim parsor, mos vallë vuri këtë si qëllim parsor dhe pastaj qëllimet e tjera nuk hyjnë te ky qëllim. Do të thonë që do adhurosh Allahun xhaleshanu do ngelesh pa bukë, do adhurosh Allahun xhaleshanu do bësh Ramazanin, do falësh namazin, do ngelesh mbrapa me punë të dynjas. Absolutisht sistemi është perfekt, ai që krijoi jetën dhe që e di se kush janë domosdoshmëritë dhe nevojat e jetës është Allahu xhaleshanu që i obligoi edhe këto.
Unë thot Allahu xhelle xhelalu sqarim akoma më tepër edhe më i qartë edhe më i bukur akoma. Nuk dua për jush as ushqim. Dhe as nuk dua risk ose furnizim. Allahu xhelle xhelalu është i plot fuqishëm që jep furnizimin. As nuk ka dyshim. Madje në ajetin tjetër thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetju të gjallit që nuk vdes kurrë. Si thon dietarët e shpjegimit të Kuranit. Mbas këtij ajeti është turp për atë që mbështetet diku tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu. Siç tregohet, ka qenë një person i devotshëm i cili kishte nusën dhe 6 vajza. Dhe donte që të kryente haxhillëkun. Në një moment, siç ishte, domethënë, përpara haxhit nuk ka qenë me avion, hyp avionit dhe për 3 orë jel Ka'bën e bekuar. Ka qenë muj ditë rrugë derisa të arrisësh, pastaj të kryesh obligimet e ritualet dhe të kthehesh pastaj disa muj ditë. Varet nga vendi ku ke jetuar. Dhe në momentin që e lën familjen e tij me të gjithë ushqimet dhe nevojat që kishin për nga ekonomia, i thot njëra prej vajzave dhe bashkëshorte, i thonë: "O bab, ne jemi vetëm femra, si ka mundësi po na lën neve? Ndor kujt po na lën? Nuk kemi mbështetje." I thot: "Bijat e mia, sikur unë të heci me këtë mendje si thoni ju, do të bi që gjithë jetën time me gjithë sa e kam mundësin, nuk do ta kryj haxhin dhe haxhi është një nga shtyllat e Islamit. Po unë thot ju kam lënë Allahun xhelle xhelalu, se për hatër të Allahut po e bëj këtë vepër." Në momentin që ikën baba, edhe largohet e Zoti apo marr atje ku ishte nis, një ditë aty pari kalon halifja i pari muslimanëve. Dhe i fut Allahu xhelle xhelalu një etje të madhe prisit muslimanëve, i fut një etje të madhe derisa thot shpejt i thot atyre ushtarëve të tij që kishën ngjeni, thot pa kujt ftoht. Dhe në momentin që vajzat me nënën e tyre diskutonin dhe thonin si na la baba, çfarë do bëjmë ne, pa le kur kthehet, e pa le si do vi, pa le çfarë do ndodhi, në këtë moment troket dera. Ujë për të parin e besimtarëve. Shërbeni pak ujë për të parin e besimtarëve. E njëra nga vajzat i nxjerr një broket me ujë ose një qyp me ujë siç ka qenë përpara. E pin Emirul Mu'minin, prisi besimtarëve ujin, ja bë Allahu xhelle xhelalu mrekulli. Kënaqet dhe thot: "I kujt ishte ky ujë? Nga erdhi ky ujë?" I thonë: "Është shtëpia filanit dhe përmendin emrin e këtij personi që kishte shkuar në haxh, ka shkuar në haxh për Allahun xhelle xhelalu." O, thot, çfarë njeriu i mirë. Dhe nxjerr atë ushkurën, qesen me flori, edhe hedh nga avllia për brenda dhe thot: "Kush më do mu, thot, le të bëj siç bëra unë, thot, siç veprova unë." Dhe u detyruan gjithë ato ushtarët duke nxjerr nga i qese me flori tu e udh. Ndërsa vajzat brenda me nënën që diskutonin dhe qanin në hall se kush do t'i shifte, veç kur fillon duke ra florit nga qielli, i bishin florit nga lart. Histori e vërtetë. I thot njëra vajzë, i thot: "O nën, thot, edhe o motrat e mia, na pa i pari tokës sot shisa u lumturut, po me të pa i pari qiellit Allahu xhelle xhelalu. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetju të gjallit i cili nuk vdes kurrë. Je me Allahun xhelle xhelalu. Mundohu të kryesh obligimet e tua dhe të largohesh nga ajo që Zoti e uran. Ka për të pa Allahu me mirësinë këtë jetë edhe në jetën tjetër. Subhanallah, para shumë viteve e tha dikush si histori këtë. Edhe mbaroi Ramazani, ishte duar Ramazani tjetër, hyn i besimtar në xhami me fëmin e vogël 6 muaj. E tha: "E kam një gjuhë Ramazanin që kaloi, e kam prit derisa po vjen Ramazani, as i qesës më kanë hudh." Se neve nuk duhet t'i mendojmë gjërat. I thash: e ke ndorë, e ke me vete, po na është bo fiksim qesja. E kështë fëmin, ka dhurat më të madhe se fëmija i rritë e menja për ke qesja. Gjithë qeset e botës me i mbledh nuk e kompensoj një fëmi i mrekulli që ta jepi madhe i Zot. Kështu që dhuratat ati janë të pafundme në çdo kohë, në çdo vend. Vëllezër, motrë nderuara, pika e fundit, pra e para ishte që inshallah po bëhemi më të mirë në Ramazan.
E dyta ishte që me dashi madhi Zot më u bone më të mirë Ramazan ka mbaru puna. Është mbyll historia. Mirësitë janë pafundme që vijnë nga i madhi Zot në këtë botë dhe në botën tjetër. Defekti është kene. Pika e tretë është edhe fundit s'po e kemi mendjen këtë xheneti, s'po punojmë për të fituar xhenet. I tha herë profeti alayhis salam shokëve ishin duke bisedu, tha la tansau adhimetani au adhimeteni. Tha mos i harroni kur dy gjërat madhështore. Se kështu i mësonte, i tregonte kush është madhështor, pastaj kush është mesatar dhe kush është e vogël. Vetëm për xheneti thuhet në Kur'an fawzul azim, fitoria e madhe. Pastaj ka fitore shumë në këtë botë, po janë të mesme ose të vogla. E madhja fare është vetëm xheneti. Tha la tansau adhimetani au adhimetain. Mos i harroni dy gjëra madhështore. Tha kush janë ato i dërguar i Zotit? Tha el jannatu wan nar. Tha të fitosh xhenetin e të shpëtosh nga zjarri i xhenemit. E pa njërin herë duke u lut, profeti alayhis salam ishte i butë, i këndshëm, i mirë, gjithmonë i buzëqesh. Ai që i këndshëm ishte me njerëzit, sa gjithë mendojshin kush e takote, thotë profeti, mund do më shumë se gjithë tjerët. Ai në fakt e kishte natyrë, respektin e madh dhe kulturën e madhe që i bën të njerëzve. Dhe e pa duke u lut, kur mbaroi tha çau lute. Ishte bashkë me Muadh ibn Jabal, shokun e vet që e donte shumë. Tha çau lute. Ai ishte i thjesht fare si besimtar. Ai u bë pak me turp. Tha i dërguami i Zotit, ku di unë s'di këtë jo, pasi e profetit madhit Zot, po unë edhe me Muadhin jam larg, se Muadhi ishte gjithmonë nxënës i afërt i profetit. Po tha çfarë u lute? Tha me modesti, dha unë i thash i madhi Zot ma jep xhenetin në rujë nga zjarri i xhenemit. Tha o njeri, unë dhe Muadhi këtu sillemi, gjithë duat tona këtu janë, gjithë lutjet tona janë që konkluzionin me fitu xhenetin edhe me urujt nga zjarri i xhenemit. E gjithë është këtu. Sahabët, shokët e profetit shifshin majtas djathtas nga gjitha anët për xhenet. Ne, Zoti na fal, kemi smundje të mëdha, neve vetëm xhenet flasim. Ne xhenetin po na e kujtoi për xhuma ai që flet mirë, po s'na e kujtoi ne harrojmë. Unë vetë që më ndodh me e fol, e kam harruar gjithë javës. Kemi dobësi të madhe për shkak të shumë arsyeve, për shkak të shumë gjërave, por është gjinaf se i hym vetes në hak se po s'fitum xhenetin, s'kemi fituar asgjë. Erdhi njëri jetim ishte dhe i tha, o i dërguami i Zotit, tha fol. Tha kam me njërin për të ndaj kopsht. Kemi i pemë në mes, a i ka sa të duesh, unë s'kam shumë, i thash nuk ma dha, a futesh ti ndërmjetës, po t'u fuste Muhammed Mustafa a.s. U trondiste toka, ta kishin përnder kur u fuste ai dhe në fakt, profeti a.s. i shkoj ati që e kishte, shumicën asaj pemë, a i do të me i voni murë e jetimi, i tha o filan, është jetim, tha duhet mi adhon atë pemë, tha jo i dërguami i Zotit e kom për vete. Në hak ishte në fakt, tha o filan, i pja pemën jetimit se t'jep Zotit xhenetin, tha jo, pemën e kam timen. Me i fjalë xhenetin e fitoj dhe me vepra tjera këte se jap, i fiksuar. Ky sahab, kurse gjigantët e mëdhej ishin me xhlis, sahabët e mëdhej, një nga ato ishte Abu Dahdah, kështu quhej. Dhe sa e dëgjoi, tha me menjën e vet, mirë për këtë sa që i erdhi shansi për xhenet se mori, edhe u ngret. Kishte në Medinë një kopsht me 600 pemë, jo me një si ai që kishte 3 çerek me 600 i kishte. Kur u larguai që se i pte pemën, ju afru Muhammed Mustafa alayhis salatu selam. O i dërguami i Zotit tha, ai ishte xheneti vetëm për atë, po është edhe për mua, nëse unë e kryj këtë punë. Tha edhe për ty është. Se herë volte ai Muhammed Mustafa alayhis salatu selam. Tha, kush bëhet ndërmjetës edhe për atë o xheneti dhe i shkoi atij ke shtëpia. Ti që se i pte pemën. Tha, ata bëjmë i pazar, ata bëjmë i tregti thjesht, shpejt, tha i fol. Tha, unë kom kopshtin me famë, unë njifte si kopsht me famë me dine. Tha, po e di. Tha, 600 rëjnë hurma që i ka, me ato burimet e vogla i ke. Ah, tha, lumë për aty që e ke. Jo, tha, i mund bëhet i joti, vetëm atë pemën e duun. Atë pemën aty që ti, kur tha profeti si adhe. Jo, tha, atë po t'jap në capë më këtej, se nuk u krahasote me kopshin e mirë të bollçëm, ishte me famë me dinën atë kohë. Jo, tha, vetëm atë nuk du më shumë. Vetëm atë nuk du më shumë. I fjalis, ato folqin pak e punojshin shumë. Tha, aq më duhet. Edhe e bon ndrimin. E thiri jetimin, edhe i tha, mere li wajhillah. Çajën 600 rënë hurmash, është turp me bollogari, aty është për jetësi, këtu është për koshme. Ku është Abu Dahdah tani? U boi 1430 ca vjet që ka ndru jetë. Dhe shkojnë familje. Tani familja s'di të gjë, bashkëshortja s'di të gjë, fëmijët nuk dishin gjë. Shkoi aty dhe thiri nga dera. Tha, o bashkëshortja ime, tha ajo fol. Tha, e shitëm, tha kopshtin. Tha, bom tregti me kopshtin, dhe në fakt e kishte merak. Ajo, atë kopsht e kishte merak të madh gjithë Medinja, jo bashkëshortja që e kishte të veten. Tha, o bashkëshort,
Më vërtet e ke bërë këtë gjë, më vjen pse e ke bërë? Tha po kam bërë tregti. Tha me cilin? Mendoj me filanin, me tregtarët e Medinës ju kujtoshin. Jo, tha me të madhin Zot e kam bërë. Tha me të madhin Zot, tha tregti të vyrmër bashkëshort pas ke bërë. Të begatofti i madhi Zot, ndrishofti i madhi Zot. Me cilin ke bërë me Zot? Ty të pafti i madhi Zot me dritë. Se me bë tregti është aspekti i fjalës dobët që kemi ne, po të bësh vepër të mirë në emër të Zotit është ajo ti kishte thonë në Budahdaj që kam bërë me filanin tregtar, me filanin ka thonë kaq jo thotë nuk kemi për tashit. Sa i tha pa i ditë se çfarë tregti kishte bërë, tha me të madhin Zot ja kemi dhënë. Tha mbaroj punë të mirë pas e boj begatshëm qofsh bashkëshorti im. Zoti na falt. Se Budahdaj ditë çfarë pret në shtëpi, ha? Se ka duhet më i mat mirë që në shtëpi. Se sot mi thonë grus kom bot tregti e kam shit hyrjen për shembull, thotë jo pjesën time jo jer me tatën po çat dush. Zoti na fal, se varet nga situata, ka bashkëshortë të mirë që thonë të bekofti i madh i Zot, por çdo gjë me hapa, me kujdes, ai kishte edhe të tjera pasuri, nuk është se kishte vetëm atë. Po e rëndësishme, vëllezër motra të nderuara, ju begatofti i madh i Zot, duhet më ja kërkuar shumë në Ramazan Zotit xhennetin. Ka thonë në fil xhenneti bab, ka thonë në xhennet ka një derë. Ju kalu lehu Rejjan, emrin e ka Rejjan dhe hapet, subhanallah el adhim, vasiqa alladhina taqau, ato merren grupe për të hyrë në xhenet dhe kur hapen dyert, njerëzit ndalojnë një herë, xheneti është i mrekullueshëm vetëm nga dyert, mahnitën xhenetlit duke pa dyert. Dhe një nga ato dyert e mrekullueshme është e agjirimit. Dhe ka thënë profeti alayhis salam hapen, subhanallah el adhim për nga bukuria dhe madhështia, dhe hyn thot agjiruesit njëri mas tjetër, po fisnik. Se ne marrim agjërimin kështu, orë ditë gjykimit jam me famë me agjëru. Hapet ajo dera dhe shkruhet aty vetëm agjëruesit hyn këtu askush tjetër. Dhe ngrehen fisnikërisht elhamdulillah që na ka bërë i madhi Zot me agjëru dhe inshallah na bën prap hyn fisnikërisht njëri mas tjetrit si gjigantët e mëdhej. Dhe thot kur hy dhe i fundit që ka agjëruar në këtë botë, mbyllet, s'ka shans me hy tjetër njëri. Kështu që shansi i madh i agjërimit është që na bën më të mirë dhe na afron dhe na begaton ke i madhi Zot. E dyta, në Ramazan vjen risku. Në natën e Kadrit përcaktohen veprat e mira që i shkojnë të madhit Zot në Ramazan, zbresin vetëm bekime për ti. Dhe e treta, shanset e mëdhaja, shumë të mëdhaja janë që njeriu në xhennet t'i shkruhet emri në xhennet, në Ramazan njeriu t'i shkruhet emri në xhennet dhe të thuhet ky person do hyjë në xhennet, automatikisht ke shpëtuar nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Dhe kur ti ngjallesh ditën e gjykimit, doni madhi Zot, la yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, s'po e mendojnë ato ditën që do të dalin përpara Zotit, yawmin azim, në një ditë madhështore, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ditën kur i takon, e ka borxh çdo njeri me i dal para kujt. Ore deli gjykatës këtu, 3 janë ato burrat aty, i japin shikrën si vetës, tu veshat e të zezë, kështu kur kanë për të marrë një vendim të madh. Leje me qenë burg që të merrohen gjithë ato që janë aty. Po kur dalin ato 3 njerëz janë të bëhen ty sikur me qenë gigantë do japin vendimin. Fa subhanallahu al-azim për ditën e gjykimit kur përpara do na dridhen këmbët gjithë secilit për nesh. Derisa të dëgjojmë çfarë? Robi im i dashur, të kam fal, të kam mëshiru, shkon në xhenet, je shpëtuar nga zjarri i xhenemit, këtu fluturon njeriu dhe ja bën i madh i Zot rizq, inshallah Zoti na bëf nga banorët e xhenetit, na rrit nga zjarri i xhenemit. Na fal, na mëshirov dhe na bëf njerëz të mirë brenda Ramazanit dhe jashtë Ramazanit. Amin ya rabbal alamin. Allah bilali. Me që Imam Elvisi na tha diçka për xhenet, i thash të lexojmë sta ajete për xhenetin e Allahut, siç thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. والسابقون السابقون والسابقون السابقون ndërsa ata të cilët shpejtojnë për vepra të mira, garojnë, janë të shpejtë në garimin për vepra të mira. Jo që shpejtojnë kush të bëj më shumë zullume, Zoti na fal. Jo që shpejtojnë kush të vej më shumë pasuri kuris tjerë. Jo që shpejtojnë kush të jetë me i shkathët, me i bë bryla tjerë. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Ata që shpejtojnë për të falë namaz, ata që shpejtojnë për të agjëruar për Allah, ata që shpejtojnë për të bërë një sadaka për hapet Allahu xhaleshanu, ata që shpejtojnë për të mësuar fjalën e Allahut xhaleshanu, ata që shpejtojnë për të respektuar prindin, edhe për të gjithë veprat e tjera për të respektuar njëri tjetrin, për ta dashur njëri tjetrin për hapet Allahu xhaleshanu. Çfarë ka për këto? Ulaika al-muqarrabun, ata janë
të afërmit të Allahu xhaleshanu. Janë shumë pranë. Allahu xhelalu me pozitat i kanë shumë të larta. Çfarë pritet prej tyre? Pritet prej tyre vetëm ndahen nga kjo botë dhe të shkojnë tek Zoti xhaleshanu, kanë për ta pa mirësinë edhe begatinë edhe afrimitetin fizikisht atje kur t'i fusi Zoti xhelalu në xhenetet e begata. Fi jannatin na'im. Në xhenetet e begata. Në xhenetet e begata, në xhenetet e përjetësisë, do t'ju thuhet banorëve të xhenetit, o banorët e xhenetit, ktheni kokat dhe dëgjoni. Moment i parë që kanë hyrë në xhenet. Dhe ju o banorët e xhenemit, ktheni kokat dhe dëgjoni. Moment i parë që kanë hyrë në xhenem. Do t'ju thuhet khuludun fala maut. Tani ka vetëm përjetësi, nuk ka më vdekje. Lumë për ju që e fitu xhenetin e Allahut dhe mirë për ju që nuk ishit zotët me punu për këtë ditë me fitu begatinë dhe mirësinë e Allahut xhaleshanu. Ajo që ndodh me ne vëllezër dhe motra çfarë është? Thot, gjithë secili prej nesh i di kushtet e imanit. Besoj me Allahun, besoj me injujt e Allahut, librat e Allahut, besoj profetët e Allahut, besoj ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenemin, se është hak, besojmë edhe kadan edhe kaderin e Allahut xhaleshanu për përcaktimin e Allahut xhaleshanu. Kur vjen puna me dal në çështje konkrete, a e beson xhenetin? E besoj xhenetin. Ku është siguria? Siguria se po të kesh sigurinë për xhenetin, ja, siç po flasim ne tash. Nuk e them unë, thot Allahu xhaleshanu çfarë thot? Thot, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dhe në tokë ka ajete për ata cilët duan të bindën. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mos shko shumë larg. Kthej vështrim vetëstat të shohësh argumente me miliona pafund. A nuk shikoni, a nuk vështroni, thot Allahu xhaleshanu. Argumentet e të madhit Zot që vërtetojnë se ai është një dhe një vetëm edhe është krijuesi i gjithçka dhe meriton adhurimin dhe nënshtrimin askush tjetër përveç tij. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dhe në qiell është risku juaj dhe ajo që ju premtohet xheneti i Allahut. Pra, e kërkon riskun në tokë të në sebebet vogla, po mos e kërkon me pislike me zullum, mos e kërkon me padrejtësi me haram. Riskun e ke në qiell, drejtoju atij që është në qiell lart se ka për të zbrit mirësitë dhe begatit. Zbret riskun nga lart, nuk del nga toka, nga poshtë tokës, zbret nga lart e ka përcaktuar Allahu xhaleshanu. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqq mithla ma annakum tantiqun. Pasha Zotin e qiellit betohet Allahu xhaleshanu për veten e vet. Për vetveten e tij madhështore, pasha Zotin e qiellit, premtimi Allahu xhaleshanu është hak, është realitet, siç po e flisni tash. A dëgjoj për me vllai që po e flas tash që ka xhenet, siç po e flasim tash, në këtë moment është hak edhe është realitet premtimi Allahu xhaleshanu. Ja siç e dëgjoj tani. Sa bukur e ka thënë Allahu xhaleshanu. Dhe disa ajete të fundit me lejen e Zotit thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar për njerëzit që janë vepër mirë. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Atyre të cilët do t'ju jepet libri me dorën e djathtë, ta kapin librin e veprave me dorën e djathtë, në ditën e gjykimit që fluturojnë librat. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. S'do ketë turp, do ndriçoj, do vezulloj, do jeti nderuar edhe fisnik, do thot lexojeni librin tim. Ka arritje të madhe, lexojeni librin tim. Në ditën e gjykimit miliarda njerëz, a keni pa një që merr kupën, e ngre kupën, ka arrit trofeun dhe ka marr, ka fituar në fund fare mas shumë përpjekjeve, e mori librin nga e djathta. Lexojeni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Jam përgatit për këtë ditë. Wallahi, edhe mu ma do të qefi me bo zullum edhe me bo mëkate, po jam rujt për hatët Allahut. Edhe mu ma do të qefi me nejtë rahat, mos me bo agjirim mes korrikut ose mes qeshorit në vap,
edhe në punë, por se për hatër të Allahu xhaleshanu e kam bërë. Edhe mu ma do të qevi, mos kem obligime, mos kem angazhime, mos kem asgjë. Tjetoj i shturur, mase për momentin të zbukuro shejtani, por se për hatër të Allahu xhaleshanu si kam bërë këtë gjona. Edhe jam përgatit për këtë ditë se e disha shumë mirë si thot Allahu xhaleshanu që do dalim para Zotit. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya. Ai do të jetë në një jetë të kënaqshme në xhenetet e larta, thot Allahu xhaleshanu. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliya. Hani dhe pini, ju thuhet atyre, për shkak të asaj që ju bët në ditët e kaluara. Çfarë ishte ajo që kishin bërë në ditët e kaluara? E kishin lënë ushqimin edhe pijen për hatër të Allahu xhaleshanu, thon dietarët e Islamit. Për hatër të asaj etje dhe asaj urie që juve ju kapi për hir të Zotit, ditëve të agjërimit, juve ju bën halal ushqimet edhe pijet e xhenetit. Vëllezër, vetëm kjo do mjaftote. Vetëm kjo do mjaftote si bekim edhe si mirësi përveç mirësive të mëdha që fal Allahu xhaleshanu në këtë jetë. E lut Allahu xhaleshanu që ne të na mundsoj të arrijmë të Ramazanin. Amin. Na mundsoj të shtojmë veprat e mira këtë Ramazan. Na mundsoj ta pastrojmë shpirtin edhe zemrën, edhe të mbushim me devotshmëri siç thot Allahu xhaleshanu këtë Ramazan. E në fund pastaj Zoti na i pranoi veprat e mira dhe të na bëjë për xhenetlive inshallah. Amin. Allahu xhaleshanu është i madh. Baba ki e shkru, filani është për xhenetlive, vallahi kena fitu. Vallahi kena fitu. Me lejnë Allahu xhaleshanu. Përfundim fjalës time, radhë parë ju falenderoj të gjithë, juve vëllezër të nderuam që na mundsu të kalojmë këto momente në cilat përmendëm Zotin ton, të madhin Zot, edhe dashurin ton, zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu. E falenderoj edhe shumë edhe kolegun tim, imamin Elvis Naçi, Zoti ja shpërbleft, Zoti ja qyt sevap, edhe ditën që do dalim para Allahu xhaleshanu, Zoti ta nderoj siç na nderoi edhe ai neve sot me këtë fjalë me na përkujtu, me na zbut zemrat. Amin. Vëllezër të nderuar, për i gjë mos jeni pishmon. Gjithë të minuta që kemi ne bashkë janë nga minutat më të vyra dhe nga minutat më të shmueshme që mund të kalojë njeriu në jetën e tij. Sot neve kemi qenë mysafir të Allahut xhaleshanu. Në shtëpinë e Allahut xhaleshanu. Kur të vish në shtëpinë time ose kur të vijon ke shtëpia jote, ne do mundohemi ta respektojmë njëri tjetrin, se është traditë, është prej fesë. E po të vish në shtëpinë e Allahut xhaleshanu, çfarë mendoni? Ka vërtetë Allahu xhaleshanu pa nderuar dhe pa respektuar, absolutisht që do të nderojë dhe të respektojë. Prandaj përgëzoni, Zoti na i shtof momentet e tilla. Zoti ju nderof me lejen e Allahu xhaleshanu, ditën e shtunë do të jemi prapë me një të ftuar të veçantë dhe special inshallah mas namazit të akşamit. Zoti ju nderof dhe ju shpërbleft, sallallahu ala sayidina Muhammad. Amin. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.